2 ditë më parë, CNA dhe mediat e tjera raportuan shëmbjen dhe bllokimin e një pjese të aksit rrugor Maliq-Lozhan-Strelc, pjesë e segmentit Korç-Gramsh. Në momentin e parë filluan postimet, akuzat për firmën ndërtuese, subjektin gjikuria SHPK e të tjerë. Ajo që duhet parë në thelb është se nuk është vetëm firma e ndërtimit përgjegjëse, sepse janë 4 hallka. E para projektuesi, e dyta ndërtuesi, e treta supervizuesi dhe e katërta me kalimin e kohës është mirëmbajtësi i rrugës, i cili bën mirëmbajtjen e segmentit rrugor. Sipas të dhënave që siguroi CNA, rezulton që muri mbajtës për të cilin thuhet se nuk ka hekur është projektuar i tillë. Projektimi i rrugës është bërë nga THC SHPK dhe Erald G SHPK, ndërsa mbikëqyrjen e punimeve e ka kryer CEC Group SHPK, i cili thot beton dhe ka projektin sipas dokumentit që ka siguruar CNA, beton pa hekur. Dakord të shkojmë të sulmojmë gjikurin, Gjokën, Generdyshin, Salillarin, çdo kompani që ndërton rrugë në Shqipëri. Problemi është i thjeshtë, përgjegjësinë e kanë zbatuesit e projektit apo supervizorët. Në rast se projekti është bërë shkeleshko, ku hidhen milion euro dhe më pas rrëshket rruga, sepse nuk është kërkuar parametri i dur i betonit, nuk është kërkuar parametri i dur i ekurit, nuk është llogaritur pjerësia, nuk janë llogaritur burimet hidrike dhe dhjetra probleme që dalin. Fajin e ka projektuesi. Në rast se ndërtuesi zbaton projektin 100% dhe rrugës në këshill teknik kërkohen ndryshime pozitive për projektin dhe korrigjon ai sa janë hapësirat ligjore, është në rregull. Ndërtuesi do të ishte në problem në rast se projekti do të ishte me hekur dhe ai mur do të kishte rënë. Projektuesi ka thënë, mur betoni masiv, është bërë mur betoni masiv, ka ndodhur rrëshqitja e malit, e ka rrëzuar. Këtë e llogarisin projektuesit, nuk e llogarit ndërtuesi. Ndërtuesi do të ishte në faj në rast se projektuesi do ta kishte bërë me hekur solid, që ai mur betoni të mbante rrëshqitjen e kodrës, malit apo rreshjeve të ndryshme të shiut, të cilat mund të sjellin erozion apo rrëshqitje toke. Në rastin konkret, ky është një shembull alarmi. CNA e ka raportuar edhe më parë, sepse kemi projekte si rruga Qukës-Qafploç që shkojnë mbi $300 milion dhe ndërkohë mund të kishte mbaruar një rrugë me 4 korsi drejt Korçës, por është ndërtuar një rrugë ku të gjithë i kishin pritshmëri shumë të mëdha. Pritej një shkurtim në distancë dhe në kohë. Në fakt, nuk ka më shumë se 20 minuta shkurtim në kohë dhe vetëm 9 kilometra në distancë dhe janë hedhur mbi €300 milion për shkak të një projekti të gabuar në tërësinë e tij. Rruga Maliq-Lozhan-Gramsh kalon në gjurmën e vjetër. Duhet të kishte shumë herë më tepër korrigjime. Projekti duhet të ishte shumë i qëndrueshëm, shumë më serioz, që jo vetëm të zgjerohej disa metra dhe hajde se po hedhim një asfalt dhe ka një aks sekondar ku mund të kaloj. Jo, duhet të ishte bërë një rrugë me parametra edhe më serioz, ku me më pak më shumë para dhe me një projekt të duhur nuk do të ishim përballë këtij fakti. Rrugët nuk bien vetëm për shkak të realizimeve dhe punimeve të kryera nga firmat e ndërtimit. Jo, rrugët po bien edhe për faktin se janë të projektuara keq apo shumë keq. Nga ana tjetër, në rastet ku rrugët nuk janë zbatuar mirë nga ndërtuesit, problemi qëndron te supervizorët, të cilët nuk duhet ta lejojnë. Nda jemi përballë faktit, kush janë përgjegjësit për gjendjen e rrugëve tona në Shqipëri. Projektuesi është privat, paguhet nga shteti. Ndërtuesi është privat, paguhet nga shteti. Supervizori është privat, paguhet po nga shteti. Problemi fillon te projektuesi i pari, të cilët nuk janë të standardeve të larta apo nuk e njohin cilësinë europiane të rrugëve. Janë projektues të standardit ku thret qameti. Nuk po shkojmë më tej te supervizorët dhe nuk po marrim në mbrojtje as pak as firmat e ndërtimit, por që të bësh një mur si ky që shikoni në pamje dhe të bjerë pas 6 muajsh sepse projektuesi nuk i ka vënë hekur dhe pastaj të fillosh të bërtasësh e të akuzosh qoftë firmën, qoftë supervizorin apo qoftë arrëshën, e cila këtu ka një gabim që lidhet me pranimin e objektit dhe me cilësinë e tij. Zbatimi është sipas projektit. Rruga, mbajtësja e betonit ka rënë, është projektuar pa hekur dhe këtu përgjegjës janë projektuesit të cilët po bëjnë që në shumë investime në akse rrugore të ndryshme të Shqipërisë të kemi problematika të mëdha për shkak të projekteve të gabuara që në fillimin e tyre. Pa një vizion të qartë për të fituar në kohë, pa një vizion të qartë për të fituar në kilometra, pa një vizion të qartë për të ndërtuar rrugë me standarde cilësore europiane të cilat projektuesit tanë duket se i shohin së prapthi.